Eliona sapo e sheh Benitën të ulur në një cep të oborrit, me fytyrën e mbuluar nga duart dhe supët që I dridheshin nga të qarat, ndalet menjëherë. Ajo e shikon për disa sekonda, e hutuar dhe e trishtuar, sepse nuk është mësuar ta shohë Benitën në atë gjendje. Pa hezituar, I afrohet ngadalë, sikur ka frikë ta mos e tremë më shumë. Eliona ulet pranë saj dhe I flet me një ton shumë të butë. Eliona, Benita. Hej, çfarë ke? Pse po qan kështu? Hajde, të lutem, më shiko. Benita ngrit kokën ngadalë, me sytë krejt të skuqur dhe shikimin e humbur. Ajo përpiqet të buzëqesh pak, por zëri I dridhet aq shumë sa mezi nxjerr fjalët. Benita, nuk dua. Nuk dua që askush të më shohë kështu. Jam lodhur, Eliona. Jam lodhur nga çdo gjë. Eliona e sheh dhe I thyet zemra. Ajo I afrohet pak më shumë, e vendos dorën te krahu I Benitës dhe e tërheq lehtë drejt vetes. Eliona, mos e mbyll veten. Më thuaj çfarë të rëndon. Nuk dua të lë të qash vetëm. Benita përpiqet të thith hundën, por lotët I rrjedhin sërish. Benita, kam gabuar, po? E di që ndoshta të kam mërzitur. Nuk e di më si të sillem. Njerëzit flasin, gjykojnë, dhe unë thjesht nuk po e përballoj dot. Eliona e përqafon menjëherë, me një përqafim të ngrohtë dhe mbrojtës, sikur do ta mbështjellë me qetësinë e saj. Eliona, Benita. Të fal. Po ta them me zemër. S'ka pse ta mbash kaq shumë brenda vetes. Gabimet janë pjesë e jetës dhe unë s'kam asnjë dëshirë të mbaj inate. Më vjen keq që të kam lënë të ndihesh kështu. Benita e shtrëngon fort, sikur në atë moment të gjej një siguri që se ka pasur prej ditësh. Benita, unë s'mendoja që do më flisje kështu. Të betohem nuk jam keq me ty, thjesht gjërat më dolën jashtë kontrollit. Eliona I fshin lotët me dorë, me një lëvizje shumë të ëmbël. Eliona, nuk dua të qash më për mua. Unë jam këtu. Mos mendo se unë të shoh si armike. Përkundrazi. Ne mund të merremi vesh, mjafton të flasim. Benita merr frym thellë. E duket sikur më në fund po I largohet një bar.